Për kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi, problem themelor i sistemit të drejtësisë mbetet mungesa e gjyqtarëve. Në një konferencë për mediat ai theksoi se sistemi funksionon me 110 gjyqtarë më pak. Sadushi kërkoi të merren masa konkrete për të korrigjuar kuotat e pranimit në shkollën e magjistraturës, sepse sipas tij parashikohet që nga kjo shkollë deri në vitin 2028 të dalin jo më shumë se 67 gjyqtarë të rinj. Ai e vuri theksin edhe tek transparenca në institucionet e drejtësisë. Transparenca mbetet orientim kryesor. Komunikimi publik, buletini elektronik dhe baza e dhënave Judix janë forcuar duke arritur aksesueshmërinë në praktikën gjyqësore. Edhe bashkëpunimi ndërkombëtar është forcuar në mënyrë të dukshme. Organizimi nënvleror i konferencës së kryetarëve të gjykatave të larta të Europës qendrore dhe lindore, pjesëmarrja aktive në rrjetet europiane, si dhe besimi dhënë Shqipërisë për organizimin e World Law Congress 2027 janë tregues konkret të kësaj besueshmërie institucionale. Rezultatet e gjykatës së lartë janë reale, por ato nuk përfaqësojnë panoramën e plotë të drejtësisë shqiptare. Sistemi sot prodhon backlog të ri për shkak të mungesave strukturore. Çdo ngarkesë e krijuar sot në shkallë të parë dhe në apel, nesër do të jetë ngarkesë për gjykatën e lartë. Mungesa e gjyqtarëve është problemi themelor i sistemit të drejtësisë. Aktualisht janë 307 gjyqtarë efektiv në detyrë, përballë 417 të parashikuar nga struktura organizative. Çka do të thotë se sistemi funksionon me vetëm 73.6% të kapacitetit të tij, ose me 110 gjyqtarë më pak. Kjo situatë bëhet edhe më shqetësuese nëse merret parasysh se deri në vitin 2028, nga shkolla e magjistraturës parashikohen të dalin jo më shumë se 67 gjyqtarë të rinj. Nëse i referohemi standardeve të SEPESH-it, Shqipërisë do të rinoviteshin rreth 587 gjyqtarë, çka nxjerr në pa një disproporcion të thellë ndërmjet nevojave reale dhe kapaciteteve aktuale të sistemit. Sadushi në konferencën për mediat foli edhe për rekurset, të cilat në të shumtën e rasteve refuzohen. Një shqetësim që ai ngriti është fakti që ende rekurset nuk bëhen në formatin që kërkon ligji. Referuar numrit të vendimeve të dhëna dhe 2513 çështjeve të reja të regjistruara pa raporti i vendimeve të dhëna dhe çështjeve që regjistrohet, norma e likudimit të çështjeve ka arritur në 273%. Çdo gjyqtar ka dhënë mesatarisht rreth 429 vendime në vit. Këto shifra nuk përfaqësojnë një normalitet gjyqësor, ato janë stërmundim profesional dhe dëshmi se gjykata e lartë ka ruajtur funksionimin e sistemit nën presion të vazhdueshëm strukturor. Vijon të mbetet problem serioz cilësia e dobët e rekurseve. Nuk ka kaluar testin e pranueshmërisë 60% e rekurseve në kolegjin civil, 71% në kolegjin administrativ dhe 82% në kolegjin penal. Përjedhoj koha gjyqësore po shpenzohet për ankime që nuk plotësojnë standardin ligjor të gjykimit kasacional. Kjo nuk i shërben as qytetarit, as shtetit dhe as vetë drejtësisë. Në fushën administrative dhe pjesërisht në atë civile, rekurset e papranueshme u përkasin kryesisht organeve publike. Në vitin 2025, organet publike rezultojnë gjyqëhumbëse në 55% të çështjeve administrative, ndërsa individët dhe subjektet private në 42%. Në fushën penale, prokuroria rezulton gjyqëhumbëse në 18.4% të çështjeve, ndërsa individët në 80.2%. Kjo situatë evidenton problematika në përfaqësimin ligjor, mos hartimin siç duhet të rekurseve,